Dje mora një kërkesë nga ekipi i Kilajt, Smarkajt, Fazliu dhe Kuçi për të ndryshuar kushtet e lirimit të tyre me kusht. Pa hyrë në hollësi, dëshiroj të pyes ZPS-n nëse ka kundërshtime lidhur me kërkesën që është bërë. Hafec, po e kundërshtojmë kërkesën. Atëherë lutem prokurorisë që para se të bëjmë pushimin e parë, e kuptojmë që mund të jetë pak e vështirë se ju të hafet si jeni këtu në sallën e gjyqit, por ju lutem i kërkoni dikujt nga prokuroria që me email të argumentoj kundërshtimin brenda seancës së parë. Faleminderit. Zoti Thaçi ka ngritur dorën? Mr. Thaçi? Dhe Thaçi keni diçka për të thënë? Përkthimi që nga hapja e seancës. Could the court officer present at the... I lutemi atëherë sekretarit të seancës që është pranë jush të na ndihmoj. Mr. Thaçi, could we... Zoti Thaçi, përpiqemi? Zoti Thaçi, na dëgjoni? Zoti Thaçi, na dëgjoni? Zoti Thaçi, na dëgjoni? Thank you for raising that. Faleminderit që na njoftuat, zoti Thaçi. Pyetje, ku punoni? Përgjigje. Punoj për Institutin e Kriminalistikës së Holandës. Pyetje. A mund na shpjegoni çfarë bën ky institut? Çfarë pune bën ky institut? Përgjigje. Po. Instituti i Kriminalistikës është një agjenci pra Ministrisë së Sigurisë së Drejtësisë. Ne ekzaminojmë prova për gjykatësit, partnerët, drejtësinë penale, sipas rastit. A njiheni shkurtimisht si IKH? Përgjigje, po. Është akronimi që do thot Instituti i Kriminalistikës së Holandës. Pyetje, sa kohë keni që punoni aty? Përgjigje. Kam punuar për IKH-n që prej shkurtit 2009, që do të thot 16 vjet. Pyetje, çfarë pozicioni keni aktualisht? Përgjigje. Aktualisht jam ekspert kriminalistikës në fushën e analizës dokumentacionit të formave gjurmimeve. Do me thënë, analiza e formave gjurmimet mund të jetë ndryshe nga ajo që mund t'u marrë mendja ju. Në fakt, në thelb, ne bëjmë gjurmimet e materialeve, instrumenteve, mjeteve, ekzaminojmë objekte të ndryshme, gjurmimin në këto objekte, për të evidentuar çfarë gjurme lidhet me cilin dokument. Për shembull, gjurmimin që le një printim, por mund të bëjmë dhe krahasimin, edhe bëjmë dhe analizën e vendngjarjeve, edhe kontrollojmë për shembull nëse ka objekte në një vendngjarje që lidhen me objektet që kanë një të dyshuar.